Seriozisht tani, çdo herë që vjen ora e historisë, unë pyes veten. Po çkarin po bëj këtu? Se realisht, unë jam të mendu si me gjetë ndonjë punë me 400-500 euro, me pas ca lek në xhep, e profesori më tregon kur lindi dikush në 1372. Bro, unë sti kur ka lind plaku im. Unë po përgatitem për punë si pastrus, intervistë reale, stres, jetë. Ndërkohë profa po më pyet, kur ishte lufta e Peloponezit? Qa është Peloponezit, bro? Valle? Ushqim? O qimnane, unë pastrus do vazhdoj. Ok, matematik, e kuptoj. Llogaritje, paga, kredi, fatur telefoni, gjuhë, mush me letra, civi, komunikim. Fizik, po, qysh se çfarë është shkencë. Por historia? Historia është si ai kari që e merr me vete në grup vetëm se s'ke ç'i bën, se do njeri veç kot vjen. E na thon të mëson të mos përsërisësh gabimet e së kaluarës. Bro, cilat gabime? Cili njeri në 2025 ka nevojë të di kur porti i Skënderbeu herën e fundit? Apo kush vdiq në 1725? Apo kush u grind para 1000 vjetësh për 2 copa tokë? Për ty rot kari që t'intereso historia, ka internet, YouTube, Netflix, kursa, chatët, çdo gjë e ke aty. Ke dëshirë me ditë diçka? E shkruan. Done. S'ka nevojë ti mbash në tru datat e dikujt që ka vdek para 2000 vjetësh. Dhe ajo pjesa është e rëndësishme të njohësh rrënjët e tua. Po mirë ore shpirt. Rrënjët I kam në lagje. Jo në Athinë në 508 para Krishtit kur shpikën demokracinë. Në fund fare, ne harxojmë 90 minuta në javë vetëm me I dëgju ca emra që s'na hyjnë as në xhep, as në portofol, as në jetë.